Përshëndetje të gjithë shikuesit e televizionit publik shqiptar. Miqtë e pasdites me Denia Danishani nga e hëna në të premte, ora 17, vetëm në RTS 1HD. Loja ime për te rjetës. Pesha e rëndë e durimit. Ka skalitur suksesin tim. Vijat e fushës ja limiti im. Futbolli është pasion, dhe jo thjesht një ndeshje. Forca e gravitetit më motivon. Duke sfiduar erën. Një Shqipëri, ku suksesi ndërtohet mbi traditat e larta kombëtare. Shqiptar që thyen kufi, të rinj që sjellin ndryshimin, familje që ruajnë vlera dhe një dialog që na afron, e shkuara, e tashmja dhe aspiratat që bashkojnë kombin, vetëm në Një Shqipëri. Nga Mentor Nazarko, çdo të hënde të premte, ora 21 në RTS 1HD. Mirëmbrëma të gjithë dhe mirë se keni ardhur. Do të flasim sonte për kompozitorin Fehim Ibrahimi. Kapitulli i kompozitorit Fehim Ibrahimi. Për figurën e shquar të artistit Fehim Ibrahimi flasin bashkëshortja dhe e bija, Vera dhe e trita Ibrahimi. Ka qenë data 1 prill kur ai më tha që edhe pse është dita e gënjeshtrave, unë dua të jetoj përgjithmonë me ty. Ai e konsideronte gjininë e këngës njësoj si një vepër simfonike. Kompozitori dhe studiuesi i muzikës Nestor Kraja dhe regjizori Kujtim Çashku. Veprat e Fehimit luhen shpesh, sepse janë vepra që kanë mbetur në atë kohë. Fehimi të thyrë klishesh. Me pjesëmarrjen e këngëtarëve Irvi Gjata dhe Gerald Murja. Ditari një artisti. Të dielën, ora 21:05, vetëm në RTS 1HD.